Komisioni Hetimor për ngjarjen e 21 janarit në mbledhjen e 2 të tij ka vendosur që të kërkojë informacione nga të gjitha institucionet që duhet kishin marrë përsipër eliminimin e një sulmi ndaj institucioneve. Kreu i këtij komisioni, Eduard Alimi, u shpreh se do t'i kërkohet informacion prokurorisë së përgjithshme, Gardës së Republikës, Policisë së Shtetit dhe Shërbimit Informativ Kombëtar. Ai kërkoi nga SHIS që të bëjë një analizë të strukturave për mungesën e dhënies së informacionit ndaj strukturave të policisë. Gjithashtu ai u shpreh se njëjti informacion do t'i kërkohet edhe prokurorisë. Kërkesat që i ka bërë Policisë së Shtetit për të zbardhur elementë saktuar të veprave penale që ka ndodhur gjatë këtyre ngjarjeve, do t'i kërkojmë informacion. Nëse i ka kërkuar Policisë së Shtetit dhe apo i ka deleguar veprime ashtu siç parashikohen në kodin e procedurës penale për vërtetimin ose përjashtimin, për vrasje me dashje, vrasje me paramendim, vrasje në rrethana cilësuese, vrasje në kufi, në kapërcim të kufive të mbrojtjes nevojshme, plagosje të rëndë të kryer me dashje apo nga pakujdesia. Ja ka kërkuar këtë gjë Policisë së Shtetit. Kreu i Komisionit Hetimor u shpreh se ky hetim nuk ka lidhje me hetimin e prokurorisë. Sipas tij, informacioni i marrë nga SHIS dhe prokuroria do të bëhet publike në respekt të transparencës me publikun. As në këtë mbledhje, opozita nuk ju përgjigj thirrjes së kryetarit të komisionit Eduard Alimi për të marrë pjesë në punimet e Komisionit Hetimor për ngjarjet e 21 janarit, si një angazhim ligjor dhe kushtetues.